Atëherë sot kena me marrë pjesë në aksionin i cili do të zhvillohet nga ana e hetimit rajonalit të Policisë Kosovës, kuadër Mitrovicës Jugut, si dhe nga ana e hetimeve të krimeve të rana në Prishtinë, të cilat do të zhvillojnë në njëjtën kohë në 3 lokacione gjithsesi në 3 qytete, aksionin në raport me çështjen e organizimit të skemave piramidale dhe të bilgjozit. Ky hetim sa i përket kësaj çështje penale ka zhvilluar, gjithsesi është zhvilluar që rreth 6 muaj, ku fillimisht është filluar hetimin në kuadër të komunës së Mitrovicës, pastaj është zhvilluar në kuadër të gjithsesi është zgjeruar në kuadër të komunës së Voshtresë, rrjedhimisht më vonë pastaj është integruar edhe pjesa e komunës së Skënderajt. Gjatë hetimeve na kemi arritur që me zbulu një numër të madh persona dyshuar, të cilët dyshohet se zhvillojnë këtë aktivitet kundërligjshëm. Lidhur me këtë çështje penale zbatuar edhe masat e veçanta hetimore, ku sot i cili aksion është duke u zhvilluar tani më gjithsesi është duke u përgatitur edhe faza finale për veprimet të cilat ndërmerren në raport me zbatimin e ordër kontrollit. Në njëjtën kohë sot do të zhvillohet bastisja në rreth 50 lokacione të njëjtën kohë. Tani do të shkojmë edhe takojmë me hetues të hetimit rajonal në Mitrovicë Jugu, me qëllim të mbajtjes së të brifingut. Fillimisht sot piniftoj që e kemi një operacion në raport me zbatimin e urdhërës së gjykatës në ndërlidhje me kontrollin e rreth 17 lokacioneve, kjo në raport me komunën e Skënderajt. Ju njoftoj që sa i përket kësaj çështje penale na paraprakisht në kuadër të hetimeve të cilat i kemi zhvilluar me hetimet rajonale të Mitrovicës Jugut, bashkërisht kemi arritur me zhvilluar një pjesë provave, por në anën tjetër po ju njoftoj që sot kjo operacion është ajo pjesa kruciale në raport me zbulimin edhe të provave tjera, sa i përket një aktiviteti i cili e ka cënuar anë juridik, sa i përket mënyrës organizimit, zhvillimit edhe pasojave që i ka shkaktuar në rajonin tonë. Ju njoftoj që qëllimi jonë është i përbashkët, me zbulu provat, me argumentu faktet, me evidentu provat, mu njoftu hetuesi i rastit në çdo rast, kur ka të bëjë me pare, kur ka të bëjë me pajisje elektronike, në njëjtën kohë kur ka të bëjë me çfarë do lloj rrethane që ndërlidhet me çështjen e aspektit penal për cilën sot zbatohet ky kontroll. Unë kërkoj për anës tuaj që të jeni vigjilent, çështja në raport me ordër kontrollin të cilën sot kemi zbatuar është rast kogja i ndjeshëm. Pasojat e veprimeve sa i përket dëmtimit të këtij operacioni janë minutësh. Në momentin që hinin cilin do lokacion me njëherë, asnjë telefon nuk lejohet me u pas në dorë. Urdhëresa e parë për anës juaj që duhet me kanë është telefonat me i largu. Letrat të cilat personat mund t'i kenë afër, mos mu leju mu dëmtu, mu zhvendos, mu largu në çfarë do lloj forme, ose me u hek, ose me na ofshe në çfarë do lloj rrethone. Flas për letra edhe të vogla. Jo për letra A4, po edhe letra që i quajmë na si notesa e kështu me radhë. Mënyra se çysh na kena me operu është që ekipet cilat do ta zhvillojnë, për këtë jena koordinuar edhe me Abdylin, po edhe me qëndrimin. Ajo ekip i cili do të merr pjesë në lokacionin e parë sa i përket lokaleve, edhe pastaj i cili do ta zhvillojnë në kuadër shtëpisë, do të me qenë i kujdesshëm që mos me vonu shumë, sepse në lokale nuk kem shumë punë. Pjesën kryesore e kem për telefona, për pajisje elektronike, për laptop, për tablet, për
pajisje tjera elektronike cilat na vlerësojmë se në ato mundën me u gjenë provat. Ju njoftoj që në momentit që e kryni, ato ekipe cilat janë të destinuar që me zhvillu 2 operacione, pra edhe në lokale edhe në shtëpi, mos me u vënu edhe me njëherë si të përfundon pjesën e parë në lokale, forenzika mundet me met aty, por ekipi hetuesve duhet me zhvillu me njëherë operacionin edhe më unis për tek pjesa e shtëpisë. Kjo është ajo që është shumë e rëndësishme sepse duhet me qenë në kohë të koordinuar që puna mos më ndërprej, gjithsesi mos me pas na dallimin ku mes ekipit në ekipin tjetër. Kjo është që është më e rëndësishme. Shpresoj në punën tuaj, bashkëpunimin tuaj, ju njoftoj edhe njerëz që kena punu kogja gjatë, jena munu kogja me arrit me zbulu provat, por pa kontroll edhe pa i prek ato prova edhe na me dorë edhe me i pa me sy, nuk kena me thonë që kena arrit edhe ato për cilin edhe kena jetu. Prandaj faleminderit gjithëve edhe shpresoj që ky rast me shku sa më mirë që është e mundshme. Pjesën tjetër mandej konsultojmë dhe diskutojmë bashkarisht. Faleminderit gjithëve.